punësohen personat me nevojat të veçanta. Kena parafërsisht 150 30% punëtorëve janë me nevojat veçanta këtu. Mu më ka ndodhe kundërta edhe pse jena një pjesë e punëtorëve me nevojat veçanta, është kënaqësi me punu me ta. Dhia është një kafshë fisnike e cila e shfrytëzon mirë kullosën, zakonisht e furnizojnë ambasadën gjermane çdo të premte me djathra, misht freskët të vezë. Kena djathra që kena fillu para 6 vite me prodhu, është lloji i djathit i ngjashëm me kaçkavallin nga Uda. Përshëndetje miqtë mediumi shqiptar që ketë nga ana Adeja. Sot kom marrë në fshatin Frashëri Vogël të komunës së Mitrovicës tek organizata Diakonia Kosova ku punësohen personat me nevojat të veçanta. Kemi fermën e dhive ku mbohen 150 dhi dhe fermën e pulave ku janë dikon rreth mbi 400 pula. E gjithashtu me qumshtën e dhive po e përpunojshin edhe disa lloje të djatrave. Për më shumë detale hajdeni me neve ku do të bisedojmë edhe me koordinatorin Xhavet Shala. Xhavet, përshëndetje e lodhë, si po kalon? Përshëndetje, mirë se keni ardhur në fermën e Diakonie Kosovës. Këto ne mbarsojna pula edhe dhi. Kena parafërsisht 150 dhi edhe rreth 500 pula për prodhim vezëve edhe një pjesë për pulat mishit. Që sa kohë merrni me këtë punë? Unë jam projekt koordinator këto që afërsisht 7 vite, kurse firma ekziston që nga viti 2012, ka filluar si projekt me qëllim me i punësue punëtorët me nevojat veçanta. 80% punëtorëve janë me nevojat veçanta këtu, që kanë probleme shëndetësore. Dhe me thonë, kur kom fillu këto me punu, në fillimisht e kom pas si sfidë, nëse muna mja dal me punëtorë me nevojat veçanta, mirë po, mu më ka ndodhe kundërta, edhe pse jena një pjesë e punëtorëve me nevojat veçanta, është kënaqësi me punu me ta, shumë lehtë e pranojnë punën, e kanë kuptu punën me shpejtësi edhe tash punojnë sikur njerëzit tjerë që janë me nevoja, pa nevojat veçanta, të thonë. Çdo njëri është i pavarur punën e vet, në mëngjes për shembull, si të fillojna një pjesë shkon me miell dhit, një pjesë me ushqy pulat, një pjesë punojnë te djathi, domethënë këtë në rregull është gjithçka. Shembull shumë i mirë me i punësu personat me aftësi të veçanta, me nevojat veçanta. 2012 kur ka fillu, nashta ka qenë projekti i parë në Kosovë që ka ekzistu prej asaj kohe që ka punësu njerëz me nevojat veçanta. Domethënë ne kam filluar atëherë fillimisht bashkëpunimin me Hendikosin, edhe shumica e personave që janë punësu këtu kanë qenë të antarësuar në Hendikos edhe kanë orë me rekomandimin e tyre, që kanë orë dhe kanë fillu punën këto, janë testu disa ditë edhe kanë në fund kanë vendosur mi pranu si punëtor të rregull, për arsye se ja kanë dalë me punën, domethënë janë aftësu, kanë ditë me merr me kafsh, me pula, me dhime, pa problem. Sa ka qenë e vështirë për juve? Po, unë kur kom marrë këto, kom mendu që është si sfidë e rëndë me punu me punëtor, po më ka dalë kundër da si thash ma herët, është kënaqësi me punu me ta, punën e kryjnë me nder, kena mojt trajnime të vazhdueshme, për shembull procesin e mieljes, dhive, edhe të shyrit, domethënë e kanë kuptuar edhe e punojnë punën tash pa varën. Na trego pak për dhitë, si ushqehen, sa është e vështirë me i mbajt, sa ka argjime në to? Dhia është një kafshë fisnike e cila e shfrytëzon mirë kullosën, han shumë bimë që has natyrë, dikon 527 bimë që i has natyrë i han, edhe për atë arsye është më lehtë se kafshë tjera për mu kultivu, mu mbarsu. Ne kena këto rreth 7 hektar në pronësi që i shfrytëzojna, ne ka dhuru komuna në shfrytëzim, kurse ka një pjesë e madhe dhe rreth 10 hektar janë me shkure, që është ambient shumë i dëshiruar për dhi, me hongër gjethe të bimëve ndryshme. Edhe për këtë arsye, duke hongër lloj-llojshmëri të bimëve, qumshti i dhive është shumë i shërueshëm për shumë smundje, edhe qytetarët e marrin shesëm në qumsht freskët, pjesën më të madhe bojna përpunim qumshtit në djath, brende ndryshme, tash kena fillu me mozzarella për herë të parë, me qumsht dhis, camembert për herë të parë me qumsht dhis, përpara kena bërë vetëm kaçkavall Gauda, që edhe ai ka qenë shumë i kërkuar në treg, nuk kena mundësi me prodhu, sot kena kërkesa. Sa po shkon çmimi i qumshtit? Ne për momentin qumshtin e shesëm €1 litrën,
edhe se në treg gjinet pak ma shtrejt, kurse djathi është 12 euro, po është kaçkavall që është pak, dënë mu maturu pak ma shumë, po është shumë i kërkuar, domethënë. Zakonisht e furnizojnë ambasadën gjermane çdo të premte me djathra, misht freskët vezë, edhe qytetarë ndryshëm, restorane ekskluzive, kështu. Sa është njëri orin që saj puna? Po, bos disa analizave që kena bo gjatë studimit tim, kur këm studiu në Prishtinë, në Universitetin e Bujqësisë, studimet master, kena bo një farë llogaritje që një familje me 50 dhimë mund të jetu shumë mirë në fshat. Me jeton pa problem shumë mirë, tu i shfrytëzu produkte qushtin, mishin. Të çka bie freska. Natyrale edhe është tash për çdo ditë është kërkesa më e madhe për produktet e qushtit edhe produktet e qushtit lisë. Tash kësha dish me vazhdu të gjathi. Po, Ta shohim. Kena lloje ndryshme djathrave. Mundëm edhe me shiju pak edhe me paçësh. Pak po i shijojna, pak po i këshyre. Hajde po vazhdojna. Sa e mirë, era djath po vjen, si henëm? Shdoba e rrugës djathit. Po. Shini është me ajër kondicionuar. Këtu kena djathra që kena fillu para 6 vite me prodhu, është lloji i djathit i ngjashëm me kaçkavallin nga Uda. Kena këto prej dhis. Frigorifer deri ma vonë paketojna me vakum edhe shkon te konsumatorët. Sa shtrejt shkon qëta? Është 12 euro kilogrami, me qenë se është me presa, me shtypet, është ma i fortë se djathi i bardhë dhe i butë. Është djathi dhis, do me thonë, ne nuk kena tjera kofë, veç dhi. Kurse kena në këtë frigoriferin tjetër, është për herë të parë, kena fillu me bo djathin Camembert, që është një djath nga Normandia e Francës. E sheni veç ka fillu mykrat mu kultivuen kjo. Që formë zemrës paska. Po, forma ndryshme, do me thonë varsisht prej formave, botë edhe djathi. Sa ko duhet me i lënë kështë për mu kompletu që mune me hongër? Një muj ditë është për kaçkavallin nga Uda, është deri një muj ditë, mirë po ka konsumator që dojnë atë freskët ditën e parë, ditën e dytë që e përgatitëm, ka dikush donë të freskët, dikush donë më të fortë. Këtu prap kena, sepse këto është temperatura 12 gradë, është edhe këta është këse Camembert lloji i djathit, donë me nejnë temperaturë, në lagështi edhe temperaturë konstante. Kjo donë për maturim Camemberti deri në 20 ditë minimumi. 20 ditë, deri se krejnë ato mykrat, boti barë krejt prej mykut edhe tani ka një shijet veçantë. Une cilën me testu që tash një? Cilën ma propozante? Une me qef du gjell. Nga Uda tash, mirë po sepse kjo është veç 3-4 ditë është i vjetër Camembert, donë edhe 20 ditë tjera, do me thonë, deri sa të përgatitet për mu konsumu, jo tash, kurse këtë djathi, po tash mundu me shijue, ka, na bojna dikon rreth 20 lloje, me erza, me origano, me magdanos, me kopër, me biberzit, kosh, gjelbërt, e bojna edhe me orra, lethia, badem, mix me shumë lloje, domethënë deri 20 lloje kena bo. Kena pas kërkesë edhe me bo edhe me kokrat e shegës, ato kena bo për konsumator kush sipas dëshirës. Sipas dëshirës që janë. Kena edhe më të vjetër që është shumë vjetër, për shembull është i paketuar me vakum këtë formë. Po është shumë i fortë. Me lanë temperaturë të dhe me thonë nuk prishë. Frigorifer kështu rrenë shumë që kohë gjatë. Po e lënë në zëtësi kjo. E kur bëhet që ashtë të bardhë, qëka dhe me thonë që si qaja? Po, është pak prej kripes edhe do me thonë është Gauda që mundet, nëse paketohet ma i butë, e runë formën jetë i butë. Nëse e lojna më bo shumë i fort jashtë, më nuk zbute, dhe më thonë shumë i fort, po ka konsumator disa dojnë me konë ma i fort, diko dojnë ma i butë, dhe më thonë kanë mundësi me zirë. E marim qëta, tregona pak qëka ka që kjo? Kjo është me biber zi kokër, po, ka me lloje ndryshme. Cili për këtyne është ma i kushtueshëm?
Cili lloj? Kretë njëjtë kena. Kretë njëjtë, më thonë, nuk Nëse është. ka Umberti do në shkollë gjatë maturim, do në kushte ma ato, ende se kena vendosur çmimin, me që është një ndër djathtat më shtrajt. Unë të falenderoj shumë që gjete ku me ndo me neve, me na tregu rreth firmës, Jene të mirë se ardhët, faleminderit të vijuve që merci edhe për neve. Miqtë mi, kaq kishim për sot, shihemi radhë tjera.